në hobet e mia të jem edhe një ndjekës i Formula 1 që nga vitit paktën 1981-1982. Dhe di shumë mirë se ç'do të thotë të bëhesh pjesë integrale e Formula 1. Ajo që dëgjova sot nga pretendimet në Elbasan që në 2030 ne do të jemi një vend ku do të zhvillohet Formula 1, ma besoni që është përtej prallës. Nëse ulet çdo kush, dhe vetëm të lexoj qoftë në Wikipedia se kush janë kushtet për të futur një pistë garash në garën e madhe të Formula 1, do të kuptoni që kjo mund të mos ndodhë as në 2130, jo në 2030. Ka kaq parametra, ka kaq konkurrencë, ka kaq kushte, ka kaq detyrime, sidomos dhe të karakterit financiar, do të paguar shuma të frikshme për të qenë pjesë e Formula 1 dhe pastaj për të pritur benefitet mbrapa që dhe më vjen keq që këtu ka me dhjetra teknik ose dhe qoftë gazetarë sportiv të cilët e njohin shumë mirë dhe duhet ishin ata që duhet të dëshmonin se sa e mundur është kjo, si realizohet. Por të gjitha këto vinë atë kontekstin e asaj ëndrrës së madhe të cilin e përdorim edhe një herë tjetër si një karem për të vazhduar përpara. Dhe në të njëjtën kohë, paralelisht që kemi gjetur këtë slogan, e kemi kaluar në lider me lider,